Në Zeqiri Meri të Kukësit do të startoj java e 9 e kategorisë superiore sezoni 2016-2017. Do t'jetë pikërisht ndeshja e fundit e fazës së parë. Dy skuadra që sigurisht kanë objektiva të ndryshme, megjithatë duhet të theksuar që po përjetojnë një moment të ndryshëm. Sigurisht Kukësi në vendin e tretë me 14 pikë, kërkonte diçka më lart ishte presidenti Safetxhi si skuadrën e tij. Ndërsa në krahun tjetër luftëtari në vendin e 6 në kuotën e 10 pikëve, aq sa ka dhe Vllaznia, bëhet gati për t'i dhënë starting kësaj sfide dhe javës së 9. Nis këtu postuar në të djathtë Izair Emini, ka shqetësimin e Rapos, vjen krosimi, nuk arrin Miraka, do të kthehet nga Hasani, Bojom largon një gol të sigurt e Don Hasani, ai që ktheu atë top, besoi deri në fund. Megjithatë duket ishte larg. Teksa Greca rikëveron këtu pa faul, Liçaj më pas Bojom. Ka nisur mirë sfida, kërkon dhe gjen në Kovones Izair Eminin, pa shaj goditja Miraka. Sinjali parë në portën e Festim Mirakës. Jean Karioka, 1-1 me Mersini, Karioka me këtë krosim shtyllën e dytë, Hasani. Çfarë devijimi bën topit e Don Hasani. Jean Karioka me këtë krosim dhe çfarë shpëton këtu Festim Miraka. Izair Emini me kokë në shtyllën e parë. 3-0, numri goditje nga këndi. Bregu me këtë krosim të vi nga Pejç, largohet Bojom. Një dhuratë e bërë ndoshta nga gjyqtari Olsi Sokoli, topi larguar nga Pero Pejç. Jean Karioka gati për të krosuar në zonë, topi larguar teksa ka mundësinë Allaçi, ul topin Allaçi, goditja jashtë kuadratit. Raman Allaçi nuk i besoi të djathtës për tentuar më njëherë. Topi larguar, kërkon hapësirën, e gjen Lejdi Liçaj në hyrje të zonës, Liçaj, kombinim me Reginaldo, goditja e tij, çojmë ka penalti, prekje me dorë Ylli Shametit. Gjiro Kastriti i Kukësit që i jep mundësinë me sfushori Shkodran, niset përballë Nea Koliçit, ka pritur, Bregu, topi është aty, pret të penalti e Nea Koliçi. Minuta 61, vjen topi drejt të qendrës, është aty dhe 1-0. Nga një penalti e humbur te goli Izair Eminit, i dyti sezonal dhe tashmë festa i takon vendasve. Minuta 62. Pejç i vjen mbështetja portën, ton këtë krosim, goditja Dvorneković në duart e Mirakës. Portën jashtë kuadratit. Tentativa e angolezit. Hezitoi të shërbente për Faje. Dani e gjen mjaft mirë, Lejdi Liçaj kërkon hapësirën për të goditur, fton Aleksi, qendrore gjuajtja jashtë kuadratit, Albano Aleksi. Vjen ky krosim, Rapa më pas Reginaldo Pejç. Provon dhe nxjerr përpara muzikut të sulmit. Dvorneković fton Lushtaku, në krahun e djathtë është Hasani. Janë 4-3, Hasani e kthe top tek Pero Pejç, goditja Pejç. Çfarë mbet? Mundësia për të mbyllur sfidën, pse janë mbyllur 3 minuta shtesë. Dëgjohet vërshëllima e Olsi Sokolit, por çfarë kundërshtyllmi? I nisur nga Pejç dhe i mbyllur nga ai, por jo në mënyrën e dur. Pejç, Lushtaku, Hasani, Pejç, 1-0, i mjafton Kukësit, një gol i realizuar nga Izair Emini. Pamet live vin nga qyteti i Vlorës, nga stadiumi Flamurtari, atje ku bëhet gati për të filluar takimi i vlefshëm për javën e 9 të kategorisë superiore. Flamurtari Korrabi, një përballje shumë e rëndësishme. Takim vjen vërshëllima e Andi Koçit, nis takimi i javës së 9. Nuk ka hapësira, Shkodra kërkon të gjej Bushić, është në zonë, Bushić nuk e ul dot ashtu siç duhet. Emiliano Çela nuk e kontrollon dot gjithashtu, më pas ky topi kthyer mbrapa, Radović! Jashtë. Çfarë mundësie? Sebino Plaku ka kontrolluar topin, më pas kjo goditje. Preda Lilaj. Topi zotrim është skuadra e Korrabit Peposhi, ka shmangur kundërshtarin, ka çuar topin drejt qendrës në GP, goditja tjetër devijuar, më pas ka përfunduar në rrjet. Një mosmarrveshje në mbrojtjen e skuadrës së Flamurtarit, ka sjell golin e parë për skuadrën e Korrabit. Shkojmë avancimin.
Shndalur për shngritur sërish të Radovic. Telushi. Ndruar krahët me Shkodrën, gjithnjë Telushi. Arkimi ti në krahun tjetër, topi drejt qendrës, shikojmë. Barazohet rezultati 1-1. Donjet Shkodra. Minuta e 30. Barazohet rezultatin. Skuadra e Flamurtarit me Donjet Shkodrën. Goli i 4. Telushi. Dhe afeti devijuar, por ka 11 metërsh. Ka 11 metërsh. Duket se ka patur një top të prekur me dorë. Niset Telushi. Është i sakt, Bruno Telushi. Flamurtari 2, Korabi 1, çfarë kthese. I ka bërë rezultatit skuadra e Flamurtarit. Gëzojnë për Shkodrën. I forsesh duhet, ja ka marrë atje Shetës gjithnjë Shkodra. Në zonë e drejt qendrës. Largohet ai top, më pas Shkodra mundohet ta mbajë brenda vija vëkurzuese, por ka parë krahun tjetër. Radovic është në zonë. Radovic! Nuk ka mundur do të çojë topin në rrjet. Radovic! Vujadinovic. Ka qenë një trepiksh me shumë vlera. Shikojmë tu në rëmuj. Topi pritet nga ana Argjenda Lilajt. Në pas kërkoditje! 3-1! Arrin shoj dhe golin e tretë skuadra e Flamurtarit. Shkodra. Ky pasim, shikojmë Fazliu në zonë. Fazliu! E majta e ti pritet nga Vujadinovic, ishte e lehtë. Gjithnjë Fazliu. Bushi, shtrekëndësh, Fazliu! 4-1! Shumë i lehtë, goli 4 për skuadrën e Flamurtarit, një trekëndësh midis Fazliu dhe Bushit ka sjell dhe golin e 4, gol spektakolar ndërmjet Astrit Fazliut dhe qendërsulmuesit Tomislav Bushic. Sebino Plaku, ky pasim në krahun e djathtë, shikojmë, Kaloshi është në zonë. Halilaj gushton dhe largon topin. Fantastik koordinimi i Kaloshit. Dhe këtu vjen vërshëllima e Andi Koçit. Mbyllet në stadiumin Flamurtari. Takimi i fundit i fazës parë ndërmjet Flamurtarit dhe Korabit, një fitore e thellë, por mos e merituar e vendasve të Gentian Mezanit 4-1. Përshëndetemi të Super Sportiv, së bashku drejt për së drejti nga Niko Dovana për takimin Teuta Laçi, një takim mjaft i rëndësishëm për sa i përket të dyja skuadrave. 5 pika në renditje skuadra e Teutës, e cila pozicionohet në vendin e fundit. 7 pikë ka skuadra e Laçit, e cila këtë sezon nuk ka qenë ajo e sezoneve të fundit, ndërsa përsa i përket skuadrës të Teutës ka një rikthim në storin e saj pasi rikthehet Magani në kutën e 5 pikëve, ashtu edhe për Laçin. Ka nisur sfida ndërmjet të dyja skuadrave, me njerë provon Laçi me një pasim shumë i shqetësuar duket Magani, por që të shpejton mundësive të dalë të Bangali, i cili shërben mjaft mirë në qendër për Artur Magani. Shkrim që të arrit krijoj Teuta e mban kontroll e topit Magani, provon Magani dhe arrit shënoi Teuta 1-0. Artur Magani zhbllokon sfidën. Me të shpëm mjaft mirë Çyrbja, shkën në mundësi shmanget Çyrbja, pasimin në qendër Bangal 2-0. Me njerë dy fishojnë avantazhin e tyre. Se pozicionohet në mbrojtje, më pas vjen ky pasim, shkëndër mundësi, kjo godit është jashtë. Shumë pranë golit të tretë, Teuta. Sërish Gripshi, kërësimi lartë tashmë për Bangal. Nuk arrin të shënoj Bangal. Për Hilën, shmanget me pinda Drilon Musaj, Hila, gjithashtu dhe ndaj Toskës, provon të shërben e qendër Bangal. Nuk e devijoj do të më pas Magani. Tjetër mundësi perfekte e Teutës. Dhe mundësi provojë dhe ky pasim shkenesh për këtë mundësi për skuadrën e Teutës. Vjen kjo goditje 3-0. 3-0 Teuta. Shënon dhe Arber Çyrbja. Dominon në çdo aspekt të takim Teuta. Emër përsi për Faton Toski, për moment të krosim të lartë dhe zëmi goditje drejt portës. Arrin të shënoi Laçi 3-1.
Keshnik Cjapi mbyll ky takim, fiton Teuta, bind me lojë, dominon këtë takim në çdo aspekt dhe arrin fitoj lehtësisht kundrejt Laçit 3-1, e cila arrin të gjejë një gol në sekondat e fundit, por që ka pak vlerë, arrin fitoj skuadra e Teutës dhe shkoi tashmë në kotën e 8 pikë. Derbi i Shqipërisë është spostuar nga Shkodra, nga kryeqyteti, nga Tirana në Laç, aty ku do të luhet ky 90 minutësh i vlefshëm për javën e 9 të kategorisë superiore sezonin 2016-2017. Ju përshëndes miq të Super Sport, Bakaj Aqua, Turtulli, Daja, Vucaj, Liga dhe Bajrami. Topi parë i shkelmuar pikërisht nga Tirana. Topi gjatë në kërkim të Shtubinës, në zonë Shtubina dhe Teqa, 1-1 me njëri tjetrin. Topi kthyer prapa Alcid Tafiri, ka hapësirën tenton me të majtën. Alcid Tafiri. Muça provon avancimin, e dorëzon topin dhe mund të shkojë sulmi tu. Kalaja shmang Gjergj Muzakën, jep mundësinë Bardullës, mbështet Çinari. Çim dalën e tij. Bardulla nuk ka askënd, sepse sa avancon, Teqa vendoset përpara, goditja Florin Bardulla. Nuk arrin dot të gjej kuadratet teksa kërkoi golin e parë. Provon Mervel, pasimi për Mojse, pozicioni pa rregull. I pa rregull pozicioni për Mojse. Çinari, vertikalizimi drejt Shubinës, pozicioni i rregull Shubina përballë portierit. Në pozicion të prirët, nuk arrit të gjej kuadratin. Ansinika. Vjen dhe ky krosim për Sise, goditja me kokë jashtë kuadratit. Sise ka rrezikuar këtu me këtë krosim në shtyllën e 2, Delagovic, Gjergj Muzaka tenton goditjen, largon Krymi mbi vijën fatale. Edhe një tjetër ky moment jo shumë i sigurt në rrymën e Tiagovic dhe Gjergj Muzaka. Ansinika heziton dhe më pas godet. Në mënyrë të gabuar Ansinika nuk e shfrytëzon këtë mundësi. Qoks për Shtubina, pozicioni i rregull Shtubina, goditja! Çfarë mundësie? Drejtim Shtubina. Kishte mundësi për të kaluar në avantazh vllaznin. Sa afrohet Çinari, Erion Vucaj, kërkon hapësirën, tenton nga distanca Erion Vucaj. Çfarë gjuajtje? Dhe vjen vërshëllima e Laveradës, mbyll të sfidë. Derbi i Shqipërisë mbyllet pa gola, pa fitues, 0-0. Nuk mjaftuan as minutat shtesë, 4 të tilla për të zhbllokuar rezultatin. Ju përshëndes miq të Super Sport me këto pamje të drejtë për drejta nga Elbasan Arena, ku për pak çaste do të fillojnë ndeshja më shumë pritur e fazës së parë dhe sigurisht në vazhdimsinë e kampionatit 78 kombëtar futbollit tonë mes Partizanit dhe Skënderbeu, dy pretendentët kryesorë për fitimin e titullit kampion. Nistu sfida më rëndësishme e kësaj faze të parë në kampionatin 78 kombëtar futbollit tonë mes Partizanit dhe Skënderbeut. Topi në qendër, ka ikëtim me kokë qendrore në duart e portierit Orgjes Shej, ka thënë si janë një parë të rrezikshëm skuadra e Partizanit. Të top të ngurë, është Hamdi Sali, afrot zonët, jeni Hamdi Sali, vjen kjo goditje, po në duart e portierit Alban Hoxha. Kërkot Latifi në duelin me Fejzullaun, i kujdesshëm Fejzullau, dhe largon topin mbas është Sali. Topin në zonë ku gjen Lila, e kthen topin brapa, po është një asist për Ekuban, këtu duhet shpejtësi u ditur përpara, por me tepër fort. Ekuban shpang portieri Shej, porta poshtë, kjo goditje dhe ka larguar Radas. Çfarë mundësie për Partizanit? Një gabimi me sfushorit Lila me kthimin e topit nga brapa, por edhe marrja e Kuban në fillim të topit e kushtëzoi atë që të bënte një shpagje të portierit Shej dhe të godiste në momentin që Radas u rikthye për të mbrojtur fort. Ka një tjetër top për zhvuluar. Është Ylben Ramazani, u deton përpara. Shërben në krahun tjetër Torrasa, u deton përpara Argentina si bën nazionë. Gjithë Torrasa, ka një goditje, topin e shtyll. Topin e shtyll. Çfarë mundësie? Edhe një tjetër për skuadrën e Partizanit. Kristi Vangjeli për një krosim, shmang dyrën në kundërshtar, vjen më pas topin në zonë, topi që devijohet, më pas është Latifi, topi në goditje, më pas Hoxha. Çfarë pritje? Çfarë pritje Alban Hoxha? Vjen ky krosim në zonë për Ekuban, sërish kërcënues. Kaleb Ekuban. Ndërkohë Trashi merr mjaft njëra të top. Vjen kjo goditje, pret i sigurt portieri Orgjes Shej. Torrasa. Vjen krosimin në zonë, më pas Ekuban, nuk arrin, më pas një tjetër tentativë. Ekuban u mbet një mundësi të shkëlqyer.
Trashi, drejtën e kuadrat dhe më pas e shkëlqyer ajo ndryrje edhe një tjetër e Orgesçet. Shpëton një gol të sigurt portieri dhe kapiteni Skënderbeut. Një tjetër duel mban topi zotërim Kaleb Ekuban, pritet pasimi i cili vjen perfekt në krahun tjetër. Është Trashi, kërkon aftësir. Vjen Trashi me këtë goditje të djathtë. Radas. Topi në hyrje e parë dhe kjo mundësi e shkëlqyer. Çfarë mundësie u mbet skuadra e Skënderbeut me Nureddin Orelesin. Lilaj. Orelesi. Kalari në këtë duel me Latifin. Do të ketë karton për Reinaldo Ikuq. Karton Ikuq për Reinaldo Kalarin dhe këtu ndeshja me një kthesë të jashtëzakonshme. Ylli në mos gaboj pas kartonit ndërhyrjes mund të meritonte karton verdh, por ndoshta ka ofenduar gjyqtari dhe gjyqtari ka nxjerrur direkt kartonin e Kuq. Lilaj. Topi kthehet prapa. Vangjeli. Topi që është marrë mjaft mirë dhe ka një ndryrë të Kristi Vangjeli, lojë do ta shtoj. Është një tjetër ndryrje dhe me siguri do të kemi karton dyrt të verdh për Kristi Vangjelin. Shikoni protestat e futbollistëve të Partizanit. Ishte një goditje shumë e ashpër me kokë në gjurin e të rastës nga ana e Vangjeli. Për fatin e tij të keq do duhet që të largohet me barel nga fusha, por edhe me kartonin e dytë të verdh. Pas është Emiliano Vida, u drejton përpara, topi është në qendër, Ekuban, shërbet Ramadani në hyrje të zonës. Ramadani! Mbi kuadrat kjo tentativë. Çfarë mundësie për Partizanin? Një aksion shumë i bukur i Partizanit që kishte për iniciator në momentet e fundit Ekuban që shërbeu siç duhet në pozicion për Ramadani që arritet godisë e bukur, po pak më poshtë mendoj se do mund të ishte edhe gol shumë i bukur për Ramadanin. Nuk kanë më si fuqi të kthehen Torasa dhe Ekuban dhe këtu përfundon gjithçka në Elbasan Arena, një ndeshje maksimalisht e luftuar mes Partizanit dhe Skënderbeut me shumë mundësi për shënim, megjithatë mbyllet gjithçka e barabartë 0-0.